po ju ndjej detyrim e bëj video sepse kam marrë shumë mesazhe për intervistën time në Top Channel që u jam duk njerëzve shumë e mërzitur edhe shumë e trishtuar. Arsyeja është se unë gjysmë ore para intervistës mora vesh se Nuse Arts tim ka ndru jetë. Por për mu, Nuse Arts është një njeri ndjes pas tani, është një njeri shumë i shtrenjtë, përveç faktit që e kam dash shumë, është një nga njerëzit që ka nejt shumë afër prindve të mi. Në moment që i mat ndjes pas t'ishte smur, zbulum smundjen e tij, prindrit e mi u zhvendosën atje në fshat për 8 muaj dhe nejtën me Nusën e Arts dhe me djalin e Arts. Për ata që më njohin, për mu familja dhe farefisi janë njerëz zakonisht rëndësishëm dhe nuk jam një aktore mirë sa u mundova me fshet trishtimin. Janë gjëra që ndodhin në jetë, ndjem shumë me fat që jeni kaq vëmendshëm dhe ju du shumë sinqerisht. Ju falenderoj për merakun, për gjithë shqetësimin. Tani po iki në shfaqjen klanit të divorcuarave dhe sipas kam lyer buzë mirë si gjithmonë. Kam bë vetëm konturin edhe buzëkuqin do e bëj atje. Për ata që do vinë teatr, shifemi në teatr, me ju tjerët shihemi në Instagram. Ju dua, sinqerisht ju dua shumë.